Partia Demokratike ka ngritur akuza për fitime të dyshimta dhe abuzime me sistemin e rimbursimit të barnave. Sipas zëvendëses për antikorrupsion Genta Vangjeli, Prokuroria e Tiranës ka kryer një kontroll të gjerë disa ditë më parë në ambientin e kompanisë farmaceutike CFO Pharma, ku sekuestruan dokumentacione dhe inventaret e barnave që rimbursoheshin nga shteti. Vangjeli theksoi se drejtimi i kompanisë nga Nadir Çaulloshi është i shoqëruar me një vendim të formës së prerë për manipulim treku datë 29 prill 2025. Ajo kujtoi gjithashtu se në vitin 2016 Prokuroria e Tiranës kishte konstatuar një dëm ekonomik prej 2.2 milion eurosh ndaj buxhetit të shtetit për shkak të recitave false dhe abuzimeve me barna të rimbursueshme, për të cilat Çaulloshi është arrestuar. Megjithatë, pas vitit 2017, bizneset e Çaushollit vijuan të lulëzojnë. Përveç linjës autobusëve të Unazës në Tiranë, ai hapi edhe 5 biznese të tjera, në disa prej cilave rezulton bashkëpronar me persona publik. Pasi përfitoi miliona euro nga tenderat publik dhe ndonë se Agjencia e Prokurimit Publik e përjashtoi kompaninë CFO Pharma nga pjesëmarrja në procedurat e prokurimit për 6 muaj, Çausholli vendosi ta festojë këtë mas duke hapur një biznes të ri në fushën e turizmit. Dhe nuk i doli keq. Por akuza nuk përfundon vetëm me farmaci. Në korrik të vitit 2024 u regjistrua kompania Rokov Kavaja, e cila vetëm në 2 muaj mori lejen e ndërtimit të një hoteli shumë katësh në shkëmbin e Kavajës me kapital të deklaruar prej 2.2 milion eurosh. Nga aksionet e kompanisë, 60% i përket Nadir Çaulloshit, ndërsa pjesa tjetër i përket ortakut Elvis Doçi, për të cilët paga e kuotave ishte deklaruar vetëm 600 euro. Partia Demokratike thekson se këto raste nxjerrin në pa lidhje të dyshimta mes politikës dhe biznesit, duke kërkuar hecim të thedhuar dhe përgjegjësi ligjore për çdo person që ka përfituar në mënyrë të palishme nga fondet publike apo nga investimet me kapital të dyshimt.